duhet jetë në opozit jo me këtë qeveri, me këtë i dovi, me këto qeveri në duhet jemi si punë sindikatave në opozit. Përderisa nuk është zgjidhur pronari i fundit në Shqipëri. Me çdo qeveri i dovi. Do të jemi karrose i qeverisë. Duhet ishte këtu me mua. Dhe nuk shtuat një bëjt shokë, për kësa që ja, bëm me pronarët, me ish pronarët, bëm, nëse flasë fort në të gjohet, bëm me ish pronarët takim dhe ram dakord. Na dërgojnë një programin, të dërgojnë përgjigjen tonë, edhe qëndrimin tonë për problemet për atë që keni përgatitur ju. Jo kështu, nuk është në gjendje, asë një lloj specialisti të bjerë dakordet herë firmën këtu. I dëruar, atëherë... Pra në këtë drejtim, se ne kemi kaq shumë vërejtje, sa që se me pronat, PD-ja, se unë jam vetë i PD-s. Që kam lindur, po, sa herë ka nevoj, na fret. Kur me pushteti na harram. Pa dalet ishte, se ka qenë 12 vjetë në pushtet. Unë jam kryetari i grevës kombëtare turistë vitin 93. Edhe jam nxjerr. Është realizuar gjë nga ajo që kam kërkuar në Parlamentin Shqiptar, të ndryshohet vetëm një fjalë në ligjin 7501, vetëm një fjalë. Më ka ardhur në kryetari i Parlamentit Shqiptar mua atje. Ditën e 5 të grevës. Zoti Malasi. Nxjerri tha, po i thash, unë nxjerr nesër. Merrni në Parlament dhe ndryshoni vetëm një fjalë. Edhe këtë merit për edhe përgjegjësinë e KPD-ja në vitin 91. Në 19 korrik 91-shit është bërë dava 3 ditë rresht vetëm për një fjalë deri 12 natës. Pronësi apo përdorim 7500 ishi. Ne kemi qenë drafti ka patur përdorim 10 deri 15 vjet. PD-ja me në krye zotin Berisha deshën pronësi për të bërë kapitalistat e rinë në Shqipëri. Hajde ndryshohet tash jetë. Po e atë ka bëu të ngrevur. I thash zotit Malasi, merë përsipër Parlamentin Shqiptar dhe ndryshoj vetëm një fjalë. I nxjerru që nesër. Nga pronësi 7500 në përdorim. Dhe shteti, kushdo shteti do vi, të rregulloj marrëdhëniet me gjakpirësi pronar, se ashtu na kanë quajtur me gjakpirës. Unë jam birë qilpigari. E ka të shkruajtur në dokumentat e mia i madh gjakpirës. S'piu asnjëri gjaka ishte po hajde. Edhe gjithë e kanë gjithë ish pronar. E gjellëm ish pronar. Ne jemi pronar, zotëri, nuk jemi ish pronar. Jemi pronar që na është mohuar dhe drejta. Trashëgimtar të pronarëve. Sepse ligji 7501 është antikombëtar. Është antikombëtar. Pse? Se po të ishin përdorim ndryshonte. Vurgu, minoriteti, kanë ardhur zbikërasi që ka bajtë Shqipëria, që ka ngel 1,5 milion. Janë buqë. Ata bën pronar. Gjuhën e kanë, komësin e kanë, pronësin e kanë, prandaj ngrenë flamurin në dërmija. E duhet të bjetë djerë në Llogora, dherë në qatë në Llogoras. Se kanë këto të rikjera. Po të mos u njësh pronësi, po në përdorim dhe pronari të merte me buqën, me argata. Tani. Ja të baroj, zoti Berisha. Se edhe unë jam mosha juaj afërsisht dhe kam 34 vjetë për duroj. Dhe për duroj nga inati, s'po vdes. Se është amaneti, është dhe objekcioni i qëllimi. Edhe që të mbajnë qikë fort. Kur do realizohet? Kur të nërë pushteti, pasaj do harrohet. E di unë atë mëpit. Si që harruan 92-96, si që harruan 2005-2013. Si do harrojnë 2015 po umor. Sa të marim në kale e pasaj të bëjnë si të duam. Jo, duhet kapu nga themin. Kjo fjallë laksu pishe, 7500 e njëshi, këm ngullin më të madhe keni bërju zoti Berisht me PD. Po. Është e vërtet. Shumë e vërtet. Kiti thënë që në pronësi, është tradhtia më e madhe. Jo, shumë. Korrigjoja, se ke korrigjuar. E ke zë... Jo, se kam kapital. Tani një minut. E di që duan flamurin grek në... Vetëm, të lutëm, shiko, ato folk këtej. Se po të ishe në përdorim, qatë ke që kishte?
Ta them unë ty çfarë të keqe. Ti je shtetar. Nuk merr si votë fshatar. Mos e përsërit 10 herë një gjë. Unë po të dëgjoj me vëmendje të madhe. Dhe unë do të shpjegoj ty pse jo në përdorim. Ta shpjegoj unë ty. Po. A do ta shpjegoj? Po. Sepse absolutisht Ramiz Ali do vazhdojë të pushtetin e tij edhe shumë vite.